Për të gjithë qytetarët të cilët përdorin paranë fizike, sugjerohet të ketë një tavan në pagesat që do të kryejnë, ndaj planit 3 vjeçar të qeverisë për të reduktuar keshin e ekonomi. Sekretari i shoqatës së bankave Spiro Brumbulli tregon për Top Channel sugjerimet, vendosja një tavani deri në 70.000 lekë për pagesat kesh, si dhe detyrimi i bizneseve për kanale alternative. Përdorimi i keshit për momentin është vetëm për bizneset dhe është deri në 150.000 lekë. Kurse për individët nuk ka kufi. Dhe ne duam të po kërkojmë qeverisë që ky nivel tavani i sipër për blerje në kesh të jetë njësoj si për biznesin dhe për individët. Pra mund të jetë një shifër diku te 50 apo 70.000 lekë në këtë interval. Dhe pastaj do kërkojmë që sigurisht nga qeveria çdo një si biznesi, përveç pranimit të paras fizike në blerje nga çdo klient, duhet të ofrojë edhe një kanal tjetër alternativ. Të ketë pagesa jo më në para fizike, po duhet të jenë o me kartë, o me instant payment, ose nëpërmjet llogarisë bankare. Sipas sekretarit të shoqatës së bankave, një plan i tillë duhet të shoqërohet edhe me një ndërgjegjësim të gjerë të popullatës për shkak të sfidave që mbar si proces. Pra bankat sigurisht që kanë kryer shumë investime deri tani, vetëm 30 muajt e fundit janë mbi 9 miliard lekë investime nga sektori bankar të kryera vetëm në fushën e infrastrukturës teknologjike dhe programeve. Por sa të gatshme janë bankat të përballojnë një tranzicion të tillë me fluksin që mund të krijohet. Teknologjia në vetvete nuk e zgjidh çështjen, në qoftë se nuk shoqërohet me një kulturë të re. Pra është vetëm ndryshimi i mentalitetit dhe i mendësisë për të hequr dorë nga ai perceptim që kanë deri tani që çdo gjë bëhet mirë kur ke paranë fizike. Të dhënat e Bankës së Shqipërisë tregojnë se sasia e keshit në ekonomi është rritur ndjeshëm, teksa vlera ka arritur në 4.8 miliard euro në muaj ngusht. Gjithsej në ekonominë shqiptare qarkullon 1.9 trilion lekë, ndërsa paraja kesh përbën 24.4%, pothuajse 3 herë më shumë se norma mesatare në Bashkimin Evropian.